Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka hapur thirrjen për aplikimin për regjistrim në programin e doktoraturës për vitin akademik 2024-2025 pranë Fakultetit të Shkencave Humane. Programi studimit doktorat në studime gjuhësore, letrare dhe kulturore ofrohet nga grupimi njësive Departamenti i Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Sipas shefes së Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, Monika Hasani Oshafi, doktoratura është mjaft e rëndësishme në këtë program studimi. Ky është viti i tretë në të cilën organizohet shkolla doktorale në Fakultetin e Shkencave Humane. Është një program doktoral në bashkëpunim me departamentin, mes dy departamenteve, Departamentit të Gjuhëve të Huaja dhe Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Është një program i cili ka fusha të gjëra bashkëveprimi ndër studimi. Shkolla doktorale, sikurse ju e dini, përfshin studime gjuhësore, kulturore dhe letrare me fusha dhe në fushat përkatëse. Tashmë kemi hapur thirrjen dhe së shpejti presim aplikimet e fundit për kandidatët e këtij viti akademik. Në dispozicion janë 5 kuota, por ka një numër të konsiderueshëm aplikimesh. Janë 5 kuota të përcaktuara, të miratuara nga Ministria e Arsimit, për të cilat në fakt ka numër aplikimesh të konsiderueshme. Por cilët janë pedagogët që japin mësim në shkollën doktorale të Vlorës dhe cilët janë ata të cilët mund të aplikojnë? Atëherë ka pedagogë që janë të Universitetit Ismail Qemali, ka pedagogë që vinë jashtë universitetit tonë, po gjithmonë brenda fushës akademike, por fusha, do të thënë, mund të aplikojnë për doktoraturën, jo vetëm personel akademik, do të thënë pedagog, por mund të jenë drejtues institucionesh, përfaqësues të OJF-ve, pra spektri i aplikantëve është përcaktuar më i gjerë qysh në rregulloren e doktoraturës për të pritur një numër të larmishëm, le të themi, aplikantësh, ku dhe kontributi tyre të jetë i larmishëm. Hasani flet edhe për kriteret që duhet të plotësohen nga ata që aplikojnë për programin e studimit doktorat në studime gjuhësore, letrare dhe kulturore. Kriteret janë kriteret e përgjithshme, të cilat ne u themi mesatare mbi 8.5, kriteri gjuhës së huaj, që është një domosdoshmëri, për këtë më lejoni që të them se ndryshe nga vitet paraardhëse, kriteri gjuhës së huaj ka qenë që të ishte niveli i një prej gjuhëve të Komunitetit Evropian, por në nivelin C1. Me një vendim të Ministrisë së Arsimit, ky nivel është ulur, është niveli B2. Ne këtë e kemi pasqyruar edhe në thirrjen që kemi hapur këtë vit, dhe kjo jep një mundësi më të mirë për aplikantët, të cilët kanë dëshirë të vinë. Sigurisht që për të qenë pjesë e shkollës doktorale, duhet të plotësosh edhe disa kritere të cilat ne i kemi përcjell edhe në faqen zyrtare, për shembull duhet plotësuar një shtojc, duhet kërkuar një prej udhëzëve të cilët kanë realisht kuota të këtij viti dhe mbipasën e projekteve, sepse shkolla doktorale të cilën ne kemi ngritur funksionon mbi bazën e projekteve aktuale të cilat zhvillohen brenda 2 departamenteve. Dhe punimi kërkimor shkencor që do të dalë nga produkti i doktoraturës duhet të jetë në mënyrë të padiskutueshme i lidhur me projektet të cilat janë pjesë e punës kërkimore të departamenteve tona. Kështu, në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali janë hapur tashmë kuotat për vitin e ri akademik edhe në programin e ciklit të tretë të studimeve, në studime gjuhësore, letrare dhe kulturore.